Sasia e gjakut që jipet është një sasi që qëndron rezervë mrena në organizëm edhe nuk bën të lashe asnjëherë. Për shembull, mashkujt mujnë me dhon çdo 3 muaj gjak, në vendin tonë, se në vendet tjera e ki edhe 7-8 javë që japin më shpesh, po mbas të vendit që jemi, mbas të kushteve jetësore që disponojmë, karakteristikave si vend që kemi. Pak më rrallë është e nëndër, sa atë femnat e kemi 3 herë në vjet, domethënë çdo 4 muaj. 3 herë Për shkak të ciklit që e kanë, domethënë e hupin e sasi gjakut me cikël, domethënë lejohet në 4 muaj. Mirë po, dhurusit e trombociteve, se të na funksionon edhe aferiza që mbledhin trombocitet gatshme, ata mujnë me dhonë edhe ma shpesh. Ajo varet prej parametrave që janë në organizëm, prej sasisë trombociteve në gjak, sasisë trombociteve që ka dhonë hirën e kalume. Domethënë jo se cili dhurim, të na duhet me kalu 3 muaj, domethënë me plazma aferiz, me plazmë nuk kemi fillu hala, dhurusit e plazmës mujnë me dhonë edhe ma shpesh. Mujnë është edhe çdo 2 javë me dhonë. Për shembull vetëm plazmën pa i marrë këto produkte tjera gjakut. Doktoresh, po më intereson një person që dhuron gjak, në ditët në vijim, çfarë duhet të bëj kujdes më shumë? Vetëm kujdes që unë javë kisha rekomandu është dora me cilën jep gjak, mos me çu peshtron, edhe mos me hyjë në lartësi. Bile unë shpesh qeshi me dhurus, sot nuk guxon me vozit aeroplanin. Tensioni vjen pak për shkak të largohet një sasi e gjakut vjen. Unë i rekomandoj mrena asaj dite veç me pi sasi më të shumta të langut, ujit, çajit, çka do që i pihet. Për shkak se tensioni vjen, jo për një arsye tjetër.